Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në daljen e radhës para gazetarëve foli për protestat e qytetarëve para kryeministrisë. Berisha u shpreh se mbështet të drejtën e çdo qytetari për të protestuar, por theksoi se nuk është e thirrur nga Partia Demokratike dhe si e tillë mbetet vetëm proteste e qytetarëve. Sot jeta e çdo shqiptari është në duart e krimit. Dhe kjo për faktin e vetëm se qeveria është e lidhur kë me kokë me krimin. Rënja e tij në krye të detyrës ka dhe një problem tjetër madhor, i cili duhet hetohet. A ishte njësia e tij ajo që duhet dërgohej për arrestimin apo neutralizimin e një banditi të armatosur? A ishte njësia e Mekollit e pajisur me të gjitha mjetet për mbrojtje nga armët e zjarrit? Është shumë e vështirë të besohen komunikatat e kreut të policisë, i cili me to kërkon me çdo kusht, në vend të dorëheqjes së menjëhershme, kërkon të mbrojë karrigën e tij. Janë të gjitha këto pyetje të cilat Komisioni i Sigurisë në Parlament duhet të shqyrtoj, i bëj thirrje dhe prokurorisë të hetoj, të kontrollohen mirë të gjitha komunikimet që vrasi ka patur për të parë nëse kemi një dekonspirim të operacionit apo jo. Mëtej Berisha u ndalte vrasja e efektivit në Maliq, ku kërkoi hetim të thelluar në lidhje me vrasjen e Enea Mekollit. Berisha tha se duhet të hetohet nëse ka pasur dekonspirim të operacionit. Kryedemokrati hodhi akuzën ndaj kreut të policisë së shtetit, duke deklaruar se në vend të dorëheqjes kërkon të mbrojë karrigën e tij. Mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë, në mënyrë të palëkundur. Qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protest, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Kështu që ne, në moralin e plot të qëndrimit ndaj protestave, nuk kemi asnjë tendencë që të kemi, pra, qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijojë debat të çfarëdo llojit. Pra ne respektojmë, kemi theksojmë, qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme. Kryedemokrati foli edhe për detajet e zbardhura së fundmi, të cilat tregojnë se familjarët e vrasësit të efektivit Enea Mekolli, Violant Braçellarit, kanë marrë fonde nga AZBR për blegtori dhe bujqësi. Berisha u shpreh se është një akt kriminal që vrasësi është financuar nga fonde shtetërore.